Është ndryshim drastik për Hungarinë, ndryshim drastik në fakt edhe për Bashkinë Evropiane, por edhe në përgjithësi për arkitekturën gjeopolitike të gjithë Europës, ndoshta çik më gjerë. Orban, sikur se thatë ju, u bë kohë gjatë, gati 16 vite në pushtet për 4 mandate. Fitonte thellë, fitonte qartë, çdo palëzjedhje. Opozita e socialiste u shkatërrua gradualisht për shkak të korrupsionit vetë, për shkak të pamundësisë për të prodhuar një alternativë. Edhe rreth 2 vite më parë, ky avokati që thatë ju, Peter Magyar, një njeri i partisë së Fideszit, njeri i rrethave të ngushta të Viktor Orbanit, doli krijoi një parti të re me teza të reja, me thotë drejtën, pra të djatha, por jo sovraniste dhe jo, po themi, në një mënyrë pro-putiniste, dhe mundi keq, fitoi thellë. Viktor Orban sigurisht gjithkush ka ciklin e vet, nuk diskutohet një herë do humbi kushdo. Orban humbi edhe sepse ekonomia filloi të vjedhë në vështirësi, marrëdhëniet gjeopolitike u bën problematike sepse u identifikua qartësi si një mik i Vladimir Putinit, ndoshta edhe më shumë se kaq. Madje kishte një video diku që ky thoshte që unë do jem shërbimin tënd, pra domethënë, i thoshte ministri i jashtëm i Orbanit, ministri i jashtëm të Rusisë, Sergej Lavrov, që ne do jem shërbimin tuaj. Po Hungaria ka një marrëdhënie jo të mirë me Bashkimin Sovjetik, dikur, dhe jo një marrëdhënie shumë keqe edhe me qasjen e përgjithësisë të Rusisë ndaj gjithë botës së Europës lindore. Që këto lloj, po themi, ndjeshmërish, pra ekonomia me probleme dhe ndjeshmëria që kemi një qeveri që është në shërbim të Putinit dhe po na largon nga Europa. Hungarisët nuk duan të largohen nga Europa, nuk duan të jenë konflikt me Europën, ndjen veten europian, janë pjesë e një tradite të vjetër europiane, janë pjesë e perandorisë austro-hungareze, pra bën që të shkojnë masivisht tek kandidati opozitar Peter Magyar. Po edhe pse një lider pro-rus, hungarizët ja kanë dhënë gjithmonë votën deri më tani Orbanit. Jo, ja kanë dhënë, po tani gjërat vinë duke u trash, pra duke u përkeqësuar. Nëse janë nga e njëjta parti dhe janë tezat pak a shumë të njëjta, ku ndryshon thjesht kjo linja pro-perëndimore dhe Shiko, ndryshimi shumë i madh është në radhë parë opozita e djeshme dhe qeveria e nesërme që ka fituar zgjedhjet sot, Peter Magyar, thotë do kemi marrëdhënie të mira institucionale korrekte në Bashkinë Evropiane. Kjo është gjë dallim shumë i madh, sepse Viktor Orban ishte në një konflikt të vazhdueshëm me Bashkinë Evropiane, sidomos për marrëdhëniet me Rusinë. Pra Viktor Orbani thoshte nuk duhet të financojmë Ukrainën, duhet kemi marrëdhënie të mira me Rusinë, duhet marrim gaz nga Rusia, nuk duhet kemi sanksione ndaj Rusisë. Pra është një përmbysje e plot. Absolutisht, sepse Viktor Orbani ishte kthyer në një problem gjigant të Bashkinë Evropiane. Ishte kthyer dhe në një lloj figure inspiruese, por figura tjera politike si Fico në Slovaki apo Milan Babis në Çeki, po edhe qendra të tjera pushteti në opozitë apo në po themi entitetet tjera europiane ishin të frymëzuar nga Viktor Orban. Kështu që rënia e tij është një ndryshim radikal i qasjes ndaj BE-s. Pra dallimi kryesor ky është, Peter Magyar është europeist, ky ishte një minimumi euroskeptik, në mos më shumë ishte një njeri që ndryshoi qase e Hungarisë kundrejt luftës në Ukrainë tani? Po, do ndryshoj, do ndryshoj gradualisht. Jo, emigrantët nuk besoj të ndryshojnë. Peter Magyar ka teza po aq radikale sa edhe Viktor Orban lidhe me emigrantët, por ndoshta tani mbetet të shikohet, sepse Peter Magyar nuk mund fitonte dot me teza totalisht anti-Orban. Pra, tezat e një të djathe, të qartë, ndoshta edhe ekstreme, nga këto tipet e reja që kanë dalë vitet e fundit, do duhet të mbroshin, pra, sepse përdisa ka një ndjeshmëri brenda popullatës hungareze kundër emigrantëve, ai nuk mund të mos e përdorte edhe Peter Magyari. Por besoj që tani Peter Magyari do i zbuz tezat e tij, duke qenë më europeist, më pro-europeist, qëndrimet e tij radikale kundër emigrantëve do vinë duke u zbutur, që nuk diskutohet fare, siç do vinë duke u zbutur në përgjithësi qëndrimet e tij të tjera edhe në çështje po themi sociale, si çështja e financimit e LGBT-s rreth parë, po dhe financimit të Ukrainës në radhë. Pra, do kemi një qeveri më pro-europiane në gjitha aspektet, edhe ideologjikisht. Mirë, kalojmë pak tek çështja e Iranit. Do them diçka që besoj që do ketë ndikime të mëdha në Europë, sidomos në Europën lindore, edhe sa i takon liderëve me qasje, po themi, orbaniste, pra sovranist, anti-europeist, që shkeli sy nga Putini. Po, absolutisht po. Në përgjithësi edhe liderët autokratë të Europës lindore, kryesisht Vučići, do ndjen edhe më shumë në presion nga kjo gjë. Ndoshta në Shqipëri, shpresoj mund, do të thonë që në Shqipëria të hyjë një lloj dinamike të re politike, po do ketë një lloj efekt domino, që është e sigurt. Do ta shohim gradualisht
në muajt dhe në vitet që do vijnë. Se ne zgjedhjet i kishin vitin e kaluar, kështu që Jo, çështja se ne shihim të një lloj dinamike, pra, të kemi qasë të re, pra, këta liderët e fortë autokratë rinë gjatë pushtet do jenë më të rrezikuar. Flasim pak tani për lindjen e mesme, zoti Zekti, aty ku prej muajsh është gjithë vëmendja botërore, ajo se çfarë ka prodhuar takimi në Islamabad, në fakt ishte një asgjë, sepse nuk u arrit, kishte një marrëveshje. Ishte e pritshme në këtë fazë? Pra nuk pritej ndonjë gjë. Shiko, konflikti Sheba-Izrael kundër Iranit është një konflikt shumë i ndërlikuar dhe shumë kompleks, dhe ka hyrë në një fazë shumë ndërlikuar dhe shumë komplekse dhe do jetë vështirë të zgjidhet për një kohë të shkurtër, do marrë shumë kohë. Sepse palët janë në pika shumë të largëta me njëra tjetër. Është kompleks sepse kërkesat që ka Sheba dhe Izraeli ndaj Iranit janë të tilla që nuk mund të plotësohen nga Irani, sepse nëse plotësohen nga Irani, i bie që atje të ndryshojë regjimin e Iranit. Po, ata nuk e japin dot të gjë, ata mund të japin shumë gjëra, por nuk japin ndryshimin e regjimit, se nuk mund ta japin dot ndryshimin e regjimit. Sigurisht që pikat janë armët bërthamore, pra programi bërthamor, se armë bërthamore nuk ka Irani, janë raketat balistike, janë edhe marrëdhënies ndikimi që ka Irani në vendet e lindjes mesme, kryesisht në Liban dhe në Yemen. Po edhe ndryrët që ai bën ku në Irak me ato grupimet e milicive shiite me radhë. Tani Irani pranon që të monitorohet i gjithë programi bërthamor. Pranon që të verifikohet çdo lloj, po themi, bërthame, uraniumi kur ajo pasurohet. Por nuk pranon ta zhduk këtë program. Sepse nëse do ta zhduk këtë program, ai atëherë nuk ka më një pik presioni ndaj të tjerëve. Çështja e raketave balistike. Irani ka raketa balistike pra me rreze 1500-2000 km që shkojnë deri në Izrael apo në gjithë, po themi, gjithë pellgun e lindjes mesme. Ta iPhone hiqi nuk duhet të kesh. Nëse ai nuk i ka këto, atëherë nëse ato sulmën nesër me çfarë mund të ushtoj presion? Po, e mban për presion. Patjetër. Pra, si thonë, nuk ka zhvilluar në këto vite asnjëherë armë bërthamore. Çfarë problemi ka me programin bërthamor të Iranit? Unë mendoj që po. Është bërë kjo deklarata që Irani është Bruna, Irani ka qenë pak a shumë një vend i monitoruar rreptësisht nga bashkia ndërkombëtare me ndërmjet agjencisë botërore atomike. Po. Agjencia. Këto janë lojra dhe luftra politike që te i kalojnë nevojën e Shebas dhe të Izraelit ndoshta për të kontrolluar programin bërthamor iranian. Janë gjëra me ndikim shumë të madh. Brenda janë, po themi, dallimet e mëdha gjeopolitike, lëvizja e madhe tektonike në gjeopolitikën botërore, rënia e rendit botëror, brenda janë qasjet e një politike kriminale, genocidale të qeverisë së Izraelit dhe të kryeministit Benjamin Netanyahu. Duhet të kemi parasysh që kjo është qeveria më e radikalizuar në historinë e Izraelit. Kjo është qeveri që ka ministra që vinë nga Meir Keohane. Ka qenë një terrorist i Izraelit i cili e predikonte vrasjen e të gjithë muslimanëve dhe të gjithë palestinezëve nga ajo gjurmë. Kemi antar qeverie aty që kërkojnë që të gjuhet edhe me bomba bërthamore në Iran apo në Gaza. Pra, kjo lloj qasje në Izraelit ka që radikalizuar. Dhe këtë lloj nevoja është të brendshme politike të Izraelit, sidomos kryeministit Netanyahu, për të qëndruar pushtet me çdo kusht, duke mbajtur të ndezur gjithë lindjen e mesme. Dhe themi statura, skakera, ndërkombëtare gjeopolitike janë arsye bazë pse u bë lufta dhe nuk është programi bërthamor iranian. Programi bërthamor iranian është i kontrollueshëm, ka qenë i kontrollueshëm. Irani ka nisur programin bërthamor para se të vinë në pushtet regjimi i teokratik i Ayatollah Khomeinit në vitin 1979. Është program i financuar nga amerikanë për qëllime paqësore. Ai program u mor dhe vazhdoi për qëllime paqësore. Sigurisht që uraniumi nuk do të hyjë në detaje teknike, u pasurua në një masë